ndush me dash vetën. Është shumë e lehtë me thonë. Është shumë lehtë me thonë. Por ata se përjetojnë njerëzit e tillë është pak. Po, është pak egzën, është pak problem. Su kon me muskuj, su lind me muskuj. Po të kuptoj zemër. Gradualisht Po bo. krejt është ajo që e thash edhe Edhe unë 2 lindje i kom pas. O tepër pro fitnessit jam, o shumë kisha dasht mu konë se ti që shtu. Unë 2 lindje i kom pas. Qiken e madhe kom 7 vjeç, dvoglën e kom 2 vjeç. O me jetë Qiken e madhe i kom shtu 25 kg. Do më thonë normal, unë i kom 58-59. 25 i kom shtu në të madhen, 30 i kom shtu në qiken e dytë, ku e më kon 7 zanë. 30 kg. 50 i kom pas, 58, jo më bot 88-90 kg. Shumë kisha Edhe dasht me konë shumë shpejt, unë 10 ditësh, beben e kom marrë, 10 ditësh edhe jam shku në salë teme të fitnessit kom ushtru, 10 ditë. Që thojnë hala pejtë në trup. Po. Për dalim nga Qajo është që e dënë veten. Që kjo është apet për dalim me dorë veten. Ka natë qëra, se dhe na pak po silëm E ka pos pa pare kjo, për që tha u shku. Ja, nuk është puna pa parë, se ti mundesh me dalë edhe në park. Mundesh me dalë edhe në park me marrë kollice, me bërë me bebe. Nuk është për pagesë, nuk është për pagesë. Edhe i hek 4 kg për një muj. Tash une po flas, me 108 kg, i kom hek 4 kg në muj, me fitness, me dietë, me gjithë Por që s'është vrejt asgjë. Po vrejt është 108 kg, 4 kg shesh. Është pak... Kur me arritun atë pesh ideale, kur me arrit. Po nuk e konë serios. Ki mujt dhe pas ke pas në i dorë se ma për ki dash ma shpet. Jo, ti po të kom dalë me 10 ditë, kom shku në fitness, unë kom marrë bebën 4 muj, i kom hyp aeroplanit dhe kom shku jam operu, me bebën 4 muj. Se unë, do me thonë, jam konë në gjendjen ma të keqe të mundshme. Po e pse u guta është shumë. Mos ke qenë... Pse u guta me dalë me një. 9 muj free është